Mirë shikues të nderuar të emisionit Sesua. Fillimisht do t'ju falenderoj të gjithë ju që po na shkruani në rrjetet sociale në Instagram dhe fanpage, duke vazhduar më pas me një falënderim për mobilet italiane Natuzzi dhe Hotel Astoria Luxury and Spa. Njëkohësisht do t'ju falenderoj ekipin e mrekullueshëm të emisionit Sesua. Sonde me ne do t'jetë një këngëtare, një aktore, e cila vije në Sesua për të folë për të pathënat e jetës së saj. Për të kuptuar se kush do t'jetë me ne, shohim historinë në vazhdim. Sesua. Jemi mësuar ta shohim në botën e artit, aktore, këngëtare dhe së fundmi edhe si biznismene. Ryva Kajtazi, një ndër fytyrat më të njohura në skenën tonë, e cila ka sjellë role të ndryshme shumë të dashura për publikun kosovar, projekte muzikore të shumë. Find your harmony. Find your home. Natuzzi Italia. Atëherë shikues të nderuar të emisionit Sesua, me ne sonte siç e kuptuat është Ryva Kajtazi. Ryva, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Ryv, po du m'ja nis, me qenë se mes neve është intervista e parë, po du m'ja nis qysh prej fillimit tënë, nuk po nalmi direkt muzikë. Po du m'ja startu çfarë fëmije u kone Ryva Kajtazi, kur u kone vogël. A e kone e fëmije i urt, a i shtira, në çfarë aspekti? Jo, si fëmijë, kom qenë fillimisht jam fëmija i katërt, jemi 4 vajza një djalë. Dhe kam qenë pak ma e lastume, po në sozat të normales. Jo na i zeme normalin. Prej fillores deri që kom kry gjimnazin, kom qenë tepër e fokusume, angazhume për me mësu, kom qenë shumë aktive në krejt aktivitetet shkollore, kom qenë kryetare shkollës, asi që kam mësu të në kohën. Edhe tash kur e kthej kohën dhe pse? E kom pas fazën që është dash nashta me shiu dhe sene ma tepër, se sa mu fokusu tepër në lexim me qapo dione. Po, gjithë kom qenë tip ma i gjallë, e kom dash shumë pikturën, muzikën, artin në përgjithësi, jo marrë me aktrim si shumë e re, si 14-15 vjeqe. Kom lujtë në teatr, kom marrë shpërblime në festivale. Kështu që më kanë e përkushtu me të në kohën në përgjithësi, po kryesisht në artë. Cilën landë jashta muzikës, këto landë normale në shkollë, ke pas ma? Kimin. Kimin? Kimin edhe profesori, zakonisht më kalon të fundit më mpyt, se të në kohën një më konë, one edhe më kop ke njerë, nuk më qajke. Më mpyt, kështë që e ka pas atë ambicjen më mëzonë në gosht, edhe s'ka mujtë asë njerë më mëzonë në gosht, se i kumë ditë kretë, e kumë dasht kimin si lancë, më përgjësi, në zonësat, rrallë ka që dojnë matematikën edhe kimin. One e kumë dasht kimin. Që di se kështë e menova në matematikë ose të gjurë Shqipe? Kimin e kumë dasht. Kur e vendose me startu me aktrim? Se fillimisht i ke fillu me aktrim? Po. Kallzova dhe ma heret në shkollë, në erë një lajmë diçka që një konkurs që dëshën aktore të reja për në teatr jo profesional, dhe me thonë amator, që i kemi pas në pëdiv, edhe normalisht që konkurova, u pranova, kom lujtë shumë shfaqe. Kemi lujtë në për rrethina, në për vene ndryshme, në festivalet ndryshme, dhe kom një përvoj shumë të mirë të asoj kohë. Mandej, thashtë që mos me provu më u regjistru në fakultet të aktrimit,
ke shumë spontane aja se gjithmonë njëri para gjykon, ose njën që është zare duhet me pas njëf shumë e duhet, kështu duhet ashtu. Unë isha e po Dujevës edhe nuk isha lidhje me Prishtinën, me përgjithsi qka, me rjedhen këto. Edhe normalisht që zdisha që shkojnë në gjanat, po tash për provoj fatin, që të bëhet. Në aktrem konkurrejshin dikon gati 1000 veta dhe pranojshin 7-8 veta, kështu që konkurenca ishte shumë e madhe. Edhe majnë men, kur shkova me u regjistru, e pash Bufin. Edhe këshyra thashe, qka? Bufin dhe më ka qëllu në klasë edhe kam shumë shok të mirë, kemi studiu bashkë. Kështu që u pranova, kam qenë e 4-ta në listë. Në fakultet e aktrimit jenë një sketch, një monolog, një imitim. Po, një imitim. A mon për afërsisht qka? Gilin e kom pas imitu. Gilin, Gjellonjen. Edhe e kom pas një... Së më kujtojtë bashkë mirë, Antigonën e kom pas si monolog, një kong, një... Qështu ka qenë? E di që profesori Ndjeri Faruk Begolli ka kërku prej meje dësene ekstra që është dasht me improvizu me qajt, unë e ku marrit qatë sene dhe ju më pranu. Dhe ja, kër u pranove, fillove studimet, a e manë me në shfaqja e parë në aspektin profesional? Nuk më kujtohet sakt se na kemi pas edhe detyra mrenda shkollore. Do me thonë, provimet që i kemi dhonë është dasht si shfaqe para publikut me i dhonë, kështu që detyra shkollore kanë qenë ato sigurisht, ma ndej kemi fillu dhe me shfaqe ndryshme për një periud kohore, ma ndej unë u kyqa ma tepër edhe nonën e muzikës, një farë laramanie mes muzikës edhe aktrimit. Para se me dalë të muzika, po duhet dhe një pyetje për aktrimin. Ku e ke një vetëm ma mirë në për drama, apo komedi, apo në skeqe humoristike? Ku e një ma te? S'po di, edhe komedi nuk është që s'm ka pëlqy. Më ka pëlqy edhe i kom pas do role shumë të mira, edhe që njerëzit me identifikojnë edhe ju ka pëlqy një personazh jemi që unë e kom lujt, edhe është ndërtu prej meje. Po, në kohën kur unë e kom diplomu ose kom studiu, nuk është që të ka ofru shumë mundësi vendi për me lujt filma, ose që apo di une, nashta e kësha gjithë vetën ma mirë, ose që apo di une, se me vetë faktin që i hinë kësaj punën, sigurisht që ti donë me lujt edhe me provu në gjitha zhandret, po unë nuk kom punu shumë në këtë drejtim, fatkeqësisht, kom marrë shumë pjesë në serialet ndryshme vendore, po jo shumë e angazhume në shfaqet të ndryshme, në festivale, kësi gjana. Kur vendose me kalu në muzikë? Fillimisht, këngën e parë që e kom realizu, kom qenë në vitin e 2 fakultet, edhe kjo ka ardhë krejt spontanisht të unisë pe i fakti që unë e si e vogël, e kom dash shumë muzikën edhe kom hajt shfaqe në shpe. Gjithmonë kom po andra që jam një këngëtare, bla bla bla, edhe thash, po e kom mundësin, pëse mos t'ja plecoj vetit një dëshirë të fëminis. Këtë mitë kanë qep me kënu, e kanë një idhull, edhe imitojnë. Edhe gjeta kompozitorin, më pëlqej kënga, me këngën e parë më paraqit në festival Polifest, nuk e di sakt vite, se nuk i mojnë men. Edhe u mirëprit shumë mirë kënga, shkryte në gazetat, më dokt interesant. Edhe më ndej kjo ka ndodhë krejt spontanisht. Bona dhe një këngë dhe një klip, bla bla bla, edhe vazhdo. Dhe ja ku jemi. Pak muzika më do këtë që të ngere si magnet, nuk klen ma medalë. Do shta, me vetë faktin që është punë ma individuale, se iniciativa ti merë vetë. Nëse ti donë me punu një këngë, normalisht që ajo ka kostu, nëse ki me investu, e bën këngën, e zgjedh bashkëpunëtorët, je ti ajo që u theqë. E për aktrim, je, si me thonë, punëtor në pritje. Dush me prit një regjisor me të thirë, ose që të shenë serialas, ose në shfaqe, ose në film. E për muzikë, je ti ajo që i drejton punët. Kështu që nashta kjo është një prej arsyeve pëse unë e pak ma tepër kom punu në muzikë. Më thonë se kitë shef më konë shef. Muj me thonë që më pëlqen djenja, nuk muj me trajt. Mos më varë pe diku tjetër.
me konë vetë në kryet punës. E rryp shumë kongë, shumë klipe. Cilin kongë e ki ma për zemër? S'po di. Ka shumë kongë që jom punu dhe ma herët, po që tash kur i ndëgjoj me një nostalgji edhe më tinglojnë hala mirë. Se zakonisht, kongë që i knoj vetë, unë i knoj vesh derisa t'i gjiraj edhe mo nuk t'u meni për to. Po, krejt i punojmë gjitha kongë, kur i punojmë, fillojmë me një ambicje dhe i përkushtojmë maksimalisht që ajo me dalë mirë. Hizmetin ja bojna, po tash sa pëlqejet prej publikut edhe sa arrin ajo esencën, ajo është diçka tjetër. Po, dhe më thonë, a i kongë diçka të personalet tonë dhe na i balada diçka nuk ka, dhe më thonë i ke knu normal. Jo, janë krejt tekste që janë punu prej tekst shkruesve që në atë kohë janë përzgjedhur ose që përzgjedhen tash, nuk kam diçka personale. Rryp, ti e ma tikon në skenën e muzikës. Qysh po do këtë tash këtë tregu i muzikës? Me të thonë të drejtën, une prej që jom bo non, e deri sot, është një farë pështjellimi edhe saj përket meje në këtë fush, po edhe peshëm përgjësi me tregun. Është mirë që kanë dalë shumë artista tri, edhe janë arë me një frymë shumë tre, të mirë, shumë ambicios, shumë gangsta, edhe kjo është mirë, se ma përpara nuk kemi pas. Sidomos në gjinia femrore e në artë bashkëfuqishëm edhe po më pëlqenë kjo fakt. Se jemi mësu zakonisht stilet e reja ose zhandret R&B, pop, që apo dijone me qenë zakonisht mashkujt. Kështu që po më pëlqenë që dhe thamë natë janë këgja kohët fundit janë shumë... A kështë të në mëndru stilin e muzikës? Më shkam bre Granit, ku je nisë? Ku je nisë Granit, nuk më shkam se... Normalisht dë gjana shkojnë edhe me kohën të kurjeri, mundesh me eksperimentu ma shumë edhe it's okej, po kur arrin, e sidomos kur e ke kriju një imazh tonin, është pak ma problem me lujt me bo lëvizje shumë dhaja, ti mundesh me provu diçka pak ma let, ma but, po jo me shku diçka shumë drastike. Po du me kalu pak të kanga e fundit. Du me thonë mas, po thëmë nështë një kohë që nuk e konë aktive me kangë shkaku i familjes, u riktheve me një kangë që sa kohë të desh me vendos me bo Santorini, sa kohë të desh me realizu klipin? Ba e gjeni kohë. Fillimisht u dasht me mendu me kanë me bashkëpunu prej kompozitorit, e shkruesit, mandej ku mi bo gjirimet, me cilin produksion, në cilin vend. Mandej ato problemet mrana gjirimeve që jo koha s'po merë, jo po merë, jo shi, jo djel, jo s'une merë grimerin që t'javë, jo s'une merë frizerin javën tjetër. Ishtë një farë procedure, koqa, një farë lomshë. Mandej jo në këtë javë si qikën e kom para dite, mas dite. Ishtë me lodhshme dhe ma e mundimshme. E sidomos kur e bo një pauzë edhe mësosh me atë qetësin edhe s'ta prish kërkërski për parë obligime, pak ma problem, po besoj që ja kemi arrit që ato që ja kemi dasht. A lyp shumë për mu kone knasë shumë për projektit? Lyp edhe besoj që e kom realizu një projekt që kom thonë, wow, mirë jena. Gjithë më thonë ku mujtë ma mirë, ose mirë, edhe pse s'jam shumë e knashëm, po adin mirë, 70% ose 80%, po jo 100%, asë një herë. Ryv, klikimet e këto senet, qëfar mendimi ki të klikimet? Se edhe kongët e tua janë klikushme, janë dëgjushme, po ka dhe nështë ta kongë që për 24 orë arrin mi bo 1 milion ose bi 1 milion. Jo, 1 milion u me të kur gjuheq me arrit 1 milion, falë. Une nuk e di që është funksionojnë të tjertë, janë shumë shifra në dhaja që për një me është pak absurde. Për mu, nuk po thëmë që për të tjerët është në regull në është, po për mu, ca shifra janë shumë. Për shembull, deri sa të mbjen informata mu, që një kolege jemja, ka bo një klip, kur himone me kliku, ajo i ka 3 milion. Kështu që, për mu është shumë. Po, unë edhe pak nuk i di këto sistemet teknologjike. Nështë ta kanë arrit gjanat që apo dijone sponsorizojnë klipe ose që apo dijone. Une jam pak me Skënderbeun,
nuk merrna fort veshe, e lansoj klipin nëse pëlqejet, nëse e don publiku klikohet, nëse jo, po nuk e marr edhe shumë nga zemrës, se jo gjithmonë ti mundesh me realizu një projekt që më pëlqy masës. Nashta ty të pëlqen shumë si këngë ose si tekst, ose po në masë nuk t'ingllon edhe aq mirë edhe nuk klikohet sa ti ke menu. Po ka edhe projekte që ti nuk e kanë e kënaqshme kur i ke qit në treg, po kanë bo shumë klikime. Kështu që nuk është diçka që unë e marr shumë primare. Po i dojmë tash klikimet, po dalim në dasma. Me qenë se kom pa që edhe Ryva është aktive në dasma, dhe më thonë, ke fillu me këndu edhe në dasma. Po, ka disa vite që jam aktive. Qysh vendose me eksperimentuat fush edhe qysh po do, këtë sa është e vështirë? Krejt faja është një menaxheri tem, është Elton Mihaj, cili ka drejtu në këtë fush edhe jam falenderuse. Unë me të vërtit e kom gjetë vetën edhe Nina shumë mirë që jam prezente në ahingjet ndryshme familjare, kryesisht në dasma. Tash e kemi sezonën e verës, ku jemi të angazhume në dasma, edhe me nxis pipres. Unë për një men Nina mirë, edhe është diçka që se di, kolegë të ndryshëm kanë mendime të ndryshme, kur kom fillu në dasma, e kanë marrë pak si absurde. Po, unë ndina e privilegjume që jam eftume në një ditë qaq të veçantë, të një qifti ose të një familjes, edhe përgjithësia është shumë e madhe, deri sot kemi kalu shumë mirë, po shpresoj që edhe këtë sezon kena me kalu shumë mirë. Edhe për mu dasmat janë shumë të veçanta. Përmendet që shumë kolegë ju në konë pak në shtatë mendimit pëse me hi Ryva. Do më thonë, ka dhe gjelozi edhe rreth teje? Gjelozi ka gjithkon, jo veç profesionin tonë. Në qëto lloj profesioni ka gjelozi, ajo është e pa diskutueshme. Unë e muj me thonë që s'ka, po ka. Unë e mundon atë gjelozin me shëndru, me përdor për të mirë, nëse mu më pëlqen një kolegi që e ka realizu një këngë ose një klip. Pse mus me motivu mu që one me bo ma mirë, po jo me dëmtu në qoftë me fy, ose s'po di që është me ta spjegu. Ka gjithkon gjelozi, është normale ajo farë. Une po nashta disa persona e kam pa dasmen si diçka jo profesionale, jo qa po dione, po që është shumë gabim. Tash po du me lënë fushën e muzikës të aktrimi, po du me kalu të jeta private. Para një kohë vendosëm me u martu, edhe u martove në Maldive. Qysh vendosëm me u martu, pse nuk bone dasëm? Vendosëm, se 2 vjetaj. Po pak, ma problem është ana femërore me vendosë në këto raste. Me thonë drejten, mas një kohë që ishim bashkë, unë edhe Fidani, vendosëm me u martu, edhe pse unë isha për një dasëm tradicionale, a i ka qenë kategorikisht jo. Si do në dasma tradicionale dhe biletat për Maldive kanë ardhur kështu si befasi, edhe më ka pëlqy shumë fakti që me bo diçka ma ndryshe nashta, edhe me përjetu një pushim, një trip ma ndryshe dhe shumë bukur. E momenti i ndrimin të nazave, pa të ne emocion kur the po martona në Maldives, edhe vetë pa pas kanave. Procedurat jenë kanë, qysh me thonë, thjeshta, se atje ke pas mundësin me zgjedh disa opcionet të martesave, po na e kemi zgjedh ma thjeshtën, se kemi mujt me bo një ceremoni ma të madhe me njërë që jenë konë aty, po s'ka qenë interes jam se qka, dhe në kishtë mirë një fotografi, po jo naj eksperiencë mirë me njerë që me të afërmit të tu. Kështu që kena vendos me bo sa ma thjesht, edhe thjesht me na met një kujtimi bukur, kemi ndru nazat, e kemi pas një fotograf që na ka përcjell gjatë të në kohës, edhe na kanë me do kujtime shumë bukra dhe foto tepër bukra, edhe pushimi ka qenë prallor. Sa je gjeloz, cëllin e ma gjeloz, te a Fidani në lidhjen e juj?
Deri sot nuk i kemi jap shumë mundësi njëri tjetrit për me xhelozu. Fatmirësisht, Fidani është njëri i qetë, nuk ma prishu. Nuk më shtin me xhelozu shumë, po sa e kum vrejtune, pak një qik une jam ma xheloze. Mami strece jo mëne. Po nuk më jep shumë shkas. Tash po du me kalu të momenti kur ti u bone nanë. Çfarë ndjesie ka qenë për ty për... Sa do që më nona me ta spigu, nuk di prap me gjithë fjallë me ta spigu, së është e papërshkrushme. Po e di që është ndjenjë që nuk e ke përjetu na herë, sa do që ti ke menu që ke kalu mire, ke bune eksperiencë të mire, ke pas ndjenjat mira, nuk është qajo. Kur të bash nanë është definitivisht ndjenja me mira në botë, edhe se ndran me asë një ndjenjë tjetër, edhe thu ku im konë ma herë. Kështu që une ndjemi e bekume që kam një vajzë edhe që më ka bo ma të lumëtën e në botë. Ka po shkën vajza ma shumë ka tja, ka Fidani, do më dhënë ato tiparët e para? E po ta është fatë mirësisht, fatë keqësisht, nuk e di une, më pamje shikim parë s'ka të bëjmë mu heqë. Absolutisht, heq, ama heq. Nashta mundet shpytnish me nga diçka me pas prej nanës, po në shikim të parë është ma shumë prej gjyshit, i ka dësyt kaltërt, që as baba i vetë nuk i ka gjyshi, edhe të familja e me janë krejt, motrat e krejt, po në menoj që i ka guat gjyshit vetë, babës të Fidanit. A keme u përzi që ajo nështë në të ardhëmën me u fut në aktrim ose në muzikë? Jo, asë njerë. Nuk keme do në qi? Jo. Sa dhe që këj profesioni jo në do këtë lule, i ka do thera mrena, që i ka njerë janë pa përbalushme, edhe nuk është profesioni ma i mirë në botë. S'po të pësë farë loj therash? Ka thera të ndryshme, ma të bugle, ma të mëdhaja. Edhe dush me ka në lindun për mu marrë me këtë profesion, jo mu bo. Stafi emisionit SSUA kemi mundu që me cilë diçka pak ma ndryshe. Dhe kemi përgatit një video për ty, edhe urojit që kam të pëlqyja që kemi bo. Ndjekim videon për Ryva Kajtazin, apo më mirë temi Befasin. SSUA. Anta me të cilat nuk i lidh vetëm profesioni. Njëra ndër to është po ashtu këngëtarja e hiteve Shqipe Abazi. Me Ryvën jemi shoqe shumë moti, po t'u i pas obligimet familjare të punës, shumë si unë si ajo. Me fëmijët vegjël, kur jemi konë pak ma rallë, jemi po kuve të fundit pak ma shumë, edhe pse Ryva ka qikën halat vogël, po gjenë kohë dhe po shifemi po thuj se për ditë të paktën ka një kafe e pinë. Ajo ka rëfyer për emisionin SSUA detaje për Ryvën. Për mu është e mirë, është e qetë, her pas here me nerva, kështu që moj me to njëra paka shumë të ngjajshme edhe e durojna njona tjetrën, se e njohim paka shumë karakterin e njona tjetrës edhe nështë për që ata dhe zgjatë shoshnia, se nëse vazhdojna unë mi bo veshteket e mija, ose shoqja tjetër veshteket e veta, atëherë s'munët me funksionu shoshnia. Më pëlqen se është e drejt për drejt, është shumë korekte me mu personalisht, s'po di edhe qka, e mirë, në përgjithësi e mirë, tek e fundit edhe në shpes ka me marrë Ryvën. është tip që kërkon falje. Nështë ka njerë edhe pa qëllim mune me lëndu njona tjetër, jo na i lëndim të matë, po mune me bo si gabimet tila, po nuk heziton, kërkon falje. Pa të klip, Shqipja ka treguar edhe se si i pëlqen atyre të thirrën mes veti si shoqe.
Qurandin. Të dy atë njëna tjetër. Shumë shpesh. Faria, trajnere personale e fitnessit, flet për miqësinë me Ryvan. Ryva është shumë një shoqe e mirë, shumë pozitive, një pjesë të kohës e kalojna bashkë, është shumë shoqe. Jashtë është shumë shoqe e mirë, jashtëzakonisht. Përgjigjet kur ti ke nevojë, kur dush. Edhe anën e fitnessit është shumë e mirë, po ka njerë i ka do sene që priton ka njerë. Vjen ka njerë në rëbaz. Ryva, për shembull? Po ka njerë ku të hanë. Me hungër ma pak. Anën e pamjes t'jashtme të fizike për flasë. Anën e karakterit saj kështu, jo, so shumë shoqe e mirë. Bëhet nervoz, po ku të shkut me një aktet. Po flasë tash anën e fitnessit, me gjunë, peshat, ballë, mas ku du me ushtru. Po rrallë ndodh, po është ktheja të shpejt, shumë shpejt. Është shumë, e ka një moment shumë të shkurt. Ama jo, ma shumë pozitive. Do të thonë për 2 vite sa kam kalu me ta, që kam shumë eksperiencë ndryshme me ta, sa që do të thonë që e kam best friend. Sa është e përkushtuar Ryva në fitness? I përmbahet, realisht, tash është mësu çka do të me hungër dhe çka nuk do të me hungër, që ajo e din vete, pranon kur vjen, thot, jo më kam hungër keq. Edhe din që do të thonë që sy ka përmbajt, edhe din kur i përmbajt, po zakonisht tash do të thonë është vëdësuar shumë për më përmbajt. Edhe realisht më thonë që 80% i përmbajt. Cili profesion mendon që i përshtatet më shumë Ryvës? Di që e din edhe publika që i ka 2 profesione, do më në ka dhe si këngëtare dhe si aktore, o menoj që i ka shumë potencial ma shumë për aktore, se nuk e thamë në atë mënyrën keq që nuk e ka për këngëtare, po ka shumë potencial, edhe mund me dhonë shumë anën e aktrimit, po flasë anën fitness, i ban shumë me qesh, ban shumë gjeste sene, shumë e ofert me klienta, dhe me thonë është shumë e thjeshtë, në të farë forme, shumë e thjeshtë. Ce soir. U rikthyem sërish pasi pam mendimet ose momentet më të lumtura të personave më të afërt të Ryvës. Mirë falen mirë, s'po folin keq, bollu munu me ishti me fol diçka. Tash menova që kanë një qitë të palarat e mija. Falenderoj krejt që ata që kanë folë, se normal që nuk është e letë. Se di, nuk jam mësu me një njerëzit të folë, kështu direkt për unë, i fa ndjenjë interesante, s'po dim. Pyetja e fundit në pjesën e parë, sepse tani do të kalojmë në rubrikë. Kur keme nasjen në këngë të reja, e tu punu diçka në këtë aspekt? Tash e kemi sezonën të ngarkume që s'kemi hapësirë me menu për projekte të reja, po nuk kam bo plane. Nështë ta vjen diçka në ajo ofertë, në ajo propozim diçka, edhe nëse shoftë arsyshme, punoj për njëherë nuk kam plana. Ta krymë sezonën, ma dej shofim e bëjmë. Okej, suksesën sezon Ryva. Faleminderit. Atër miqtë e emisionit Ce Soir, që ndroni me ne me rubrikën Ndarkë. Shikues të nderuar të emisionit Ce Soir, tani jemi në pjesën e dytë Ndarkë. Ryv, të boft mirë fillimisht. Po më pëlqen pamja mas pari, edhe besoj që kam e qenë i shishme qështu që shpo duket. Zdyshoj në kuzhinierat e Astoria Luxurian Spa. Ryv. Ta shë mas asone s'kam e ty shumë. Ryvana, zakonisht në rubrikën Ndarkë e caktojmë një temë ku edhe flasim rreth asaj teme. Edhe me ty mendu me diskutu për temën non, artiste dhe biznis. Sa është e vështirë me ja dalë të 3 fushave, edhe sa letë pe gjemë vetën. Normalisht, si cila punë, e do në angazhimin e vetë, e do në kohën e vetë, edhe sidomos Kosovë, kur që nuk është e letë. Pas një suksesi fshihet një punë
e jashtëzakonshme, një përkushtim i jashtëzakonshëm. Une jom marrë ma tepër me profesionin teme dhe me një biznes privat që e kom pas një lokal, një dyqan të fustaneve, edhe kom pas linjen teme të flokëve, Ryva Herë, që kom qeni angazhume dhe ka gjaj përkushtume. Gjithashtu edhe në muzikë, kom pas një farë kombinimi, mandej hyni në këtë pjesën teme kohore hinje dhe angazhimi i vajzës, që menoj që asë një punë nuk dënë angazhim atë madhë se sa fëmiju. Dënë angazhim të jashtëzakonshëm, dënë përkushtim tepër të madhë, edhe kjo ka qenë njëna për arsyeve që unë vendosa njënën fush mu largu pak e zgjodha biznesin për një kohë të shkurt, mos me mbyll, mos me qenë shumë aktive, se normalisht nëse nuk i bëhet hizmeti i duhur, ai s'ka me funksionu që duhet, kështu që vendosa ma mirë me ndërprer për një periudhë kohore, më përkushtu vajzës, mandej me këshyr me rihap prap, kështu që po mendoj që të shtash është koha që unë me u rikthy me një biznes tri, cilin nuk du me bo publike se hala jam senet në vijat të trasha. S'paku një vit trashë, të dime të na. Nuk kam qef me fol për gjanat që nuk janë realizu. Se shpesh ato din mos me u realizu. Kështu që nuk kam qef shumë me marrë zjerëm, po zakonisht kam qef me fol për gjanat cilat veç janë definume dhe veç janë të kryme. Kryesorën me një biznes po rikthejesh? Unë zakonisht jam tip që du mu marrë edhe me punu në 2-3 fusha. Nuk jam tip që vetë knashna me një sen. Kom qef me punu ma tip. Jam kërkuse shumë prej vitës teme. Tash po du me unalë të bizneset e fustanave dhe të flokëve. Sa e ke pas vështirë me menagju edhe a ke pas njerë që kanë ardhe dhe të kanë thonë për du një fustan si ti që e ke pas me një klip ose diçka? Shumë herë, 100 herë. Me artistat i kena një përparësi që kemi një imazh edhe që njerëzit të adhurojnë për ato që ti je. Të adhurojnë, simpatizojnë, të pëlqejnë. Edhe në një mënyrë ti je si model për ta. Tash janë këto rrjetet sociale që nuk ju ik kur gjë kërkujna. Në momentin që ti poston diçka, sigurisht që me në herë kanë me ardhë mesazhe të ndryshme që pyesin rreth produktit, rreth veshjeve, ku muj me marë, qysh muj me marë. Unë i tregoj që ç'të mundesh me marë, ai thotë jo te apo ma shet. Kështu që unë kum pas fat se kum pas mundësinë biznesin tem me punu, me funksionu ma tepër edhe përmes rrjeteve sociale, që njerëzit janë drejtu, edhe e kanë marrë përgjigjen edhe janë nda të kënaqur me fustanat. Sa je aktive në rrjetet sociale, me qenë se po i përmend? S'kam qenë heq. A ju rren gati fansave njerëzit që të shkruajnë apo i njërën? S'kam qenë heq derisa kum hap lokalin. Edhe pse në ditë sotit është absurde se t'imponohet gjithçka edhe gjithçka sillet rreth rrjeteve Instagramit, Facebookut, Instastory, bla bla bla. Hala kam probleme të ndryshme, se nuk jam me teknologjin jam milnu, që një kote që nuk foli me zhviti. Edhe i kam dhe persona që i thirë, hej Allah, qërëbre se, apo ma poston bre qërëbre. Po, që ato elementarit i kom su. Deshte është koha që duhet pa tjetër edhe gjithë shka marketingu maj madhë është në rrjetet sociale. E shë ma shumë vetën në biznes apo në muzikë? Ku e shë vetën me një tardme? Në cilën pjesë më konë ma shumë e fokusume? Në një tardme, s'po di sakt, muzika më ka jetë mirë qatë sa kom punu, qatë sa kom dasht unë me ju përkushtu dhe me punu, prej që ju mbona normal që pak është lanë anash, se normalisht që ti nuk i koshëm për deri sa ki një fmit vogël, një bebe, së mundesh me ju përkushtu karierës sa ti dënë, kështu që tash veç e kom marrë vetën edhe që i ka ushtrit pak, kështu që besoj që kupta nanën që i ka do klive me qiru.
është vështirë, nuk është sikur ma herët që ke pas veç trupin tënë edhe e marë veç me veten tëne. Tash ai ka oraret e veta, i ka senet e veta që dush pa tjetër më ju përkushtu. Fidani ku të përkra ma shumë? Edhe Fidani ka një lokal që ma hangër shpirtin me ta. Se është ndryshe kur punon me një orar caktuar, është ndryshe kur vetë je pronar. Ai është vetë pronar edhe vend që hey, m'falun jam shef, unë duhet mos me punu, ai punon 24 orë, 12 orë, është kogja në zonën. Po në momentin që është i lirë, merret shumë me qikën. Ryv, ne folëm për temën, tash unë kam edhe një pyetje për fund, po du me të pyet për ushqim, tash me qenë se edhe je nanë. Sa je e mirë në kuzhinë edhe çka përgatit ma shumë? Unë menoj që jo me mirë në kuzhinë. Duhet me vetë Fidani, po s'më na vjen. Jo, me vetë faktin që Fidani e ka një lokal që përgatitet ushqim. Edhe me vetë faktin që ai prej punës vjen edhe thotë Ryb bëna diçka me hongër, kjo dëshmon që unë jo më mirë se restorani. Jo me mirë, unë pëlqen kuzhina, do më thonë diçka që ti e don, e bën me shumë pasion, ajo nuk ka çare pa pas rezultat mirë. Kështu që unë e du kuzhinën edhe përgatis gjitha llojet e gjellave, mishnave, piteve, gjanave tradicionale, gjitha t'i du dhe i përgatis. Kur përna thim pite një ditë? Kur dani, se kam probleme, që unë i shoqët e mija shpesh i thiri, në pite, në flija, qka do, makarona. Shoqët zakonisht në cilën ushqim të në Ryb, këta e bën mas mirë? Flin. Flin? Okej, ndrojmë pitën vina. Flin mirë e bëj. Edhe pse tash kam fillu më urallu ato gatime se nuk jemi të lira mi hongër sa dhe që na i pëlqejmë, duhet me pas një farë reduktimi të ushqimit, se për ndryshe nuk muj me udog bash. Sakrifica. Ryv, jemi në minutat e fundit të intervistës. Unë desha të falenderojmë shumë që ke qenë pjesë e emisionit Ce Soir, edhe me të pyet a ki diçka tjetër me shtu. Ballë folja granit, zdi bile na intervjist që kumë folë ma shumë. Shumë u tepru. Po besoj që i thamë gjitha. Po, krej që a kësha me thonë për fund, shumë suksese për emisionin. Unë i va mirë, relax, pak ma ndryshe, që falemderit, juve dhe suksese. Falemderit shumë. Atër mishë të ndëruar të televizionit Ziko dhe të emisionit Ce Soir, qëndroni me ne, takohemi javën tjetër. Natën e mirë.